Nafta është liruar për 3 cent krahasuar me ditën e djeshme. Sipas vendimit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, nga sot 1 letër dizel do të shritet me çmimin maksimal prej €1,77. Lëvizjet e vazhdueshme të çmimeve po ndikojnë edhe në buxhetin e qytetarëve. Sipas ekonomistit Jakub Bellaqa, ndryshimet e shpeshta krijojnë pasiguri për konsumatorët dhe ndikojnë drejt për drejt në shpenzimet e familjeve, sidomos për ata që përdorin veturën çdo ditë apo varen nga transporti. Ai vlerëson se ulja e çmimit është pozitive, por mbetet të shihet nëse kjo do të jetë e qëndrueshme edhe në ditët në vijim. Inflacioni që ndikon negativisht edhe në jetën e qytetarëve të ekonomisë familjare, të cilat bëhet e papërballueshme, ekonomia duhet të jetë në kontroll, gjithashtu duhet të ketë politika dhe platforme rajonale për politikën e çmimeve sipas vendeve të rajonit, në mënyrë që të kontrollohen këto edhe ekonomia të integrohet më shumë. Çmimet e derivateve në Kosovë vazhdojnë të ndryshojnë pothuajse çdo ditë, varësisht nga lëvizjet në tregjen ndërkombëtare. Ndërkohë qytetarët mbeten në prikje që uljet e çmimeve të jenë më të qëndrueshme dhe të reflektohen edhe në koston e jetesës.